Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përzjeni 2 hurma arabie me qumësht dhe I thoni lam të mirë çdo problemi. Është një ndër recetat më të lashta popullore e përdorur për mijëra vitesh për të mbrojtur nga sëmundjet, por edhe për ta mbajtur organizmin të fortë, madje edhe mendjen e mprehtë. Hurmat e arabisë kanë vlera të larta ushqyese për të kombinuara me fuqinë e qumshtit, atëherë vlerat e tyre mbrojtëse për organizmin do të bëhen vërtet të jashtëzakonshme. Në këtë video do të mësoni sipas Bright Side një recetë të thjeshtë natyrale, e përgatitur kryesisht në kushte fantastike shtëpie, mirëbërëse për trupin dhe gjithashtu mund të ofrojë përfitime të dyfishta në dobi të organizmit tuaj. Këtë recetë mund ta përgatisni në kushte shtëpie çdo ditë për të përfituar në maksimum vlerat ushqyese që jep organizmi dhe shëndetit tuaj të përgjithshëm. Por cilat janë përfitimet shëndetësore që merrni nga receta me hurma arabie dhe qumësht? Hurmat e arabisë përmbajnë disa lloje sheqernas, të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe kthehen tek muskujt dhe truri, duke ndihmuar ndërkohë në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Të kombinuara me qumshtin, ato japin trupit energji, duke ndihmuar në mirë funksionin e të gjitha organeve të trupit. Sipas studimeve të cilave u referohemi sipas Bright Side, një gotë qumësht me hurma arabie çdo ditë I dhuron trupit të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zink dhe magnez, vitaminën A, D dhe C, dhe mbron organizmin nga ushqimet e dëmshme dhe të pashëndetshme. Kjo recetë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemin nervor, veshkave dhe ndihmon me konstipacionin, mbron kockat dhe parandalon dobësimin e tyre. Forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçinët të pastrohen nga toksinat. Ajo është e mirë gjithashtu për anemin dhe zemrën. Sipas të dhënave të Bright Side, qumshti me hurma arabie ndihmon organizmin të luftojë kështu edhe shqetësimet e anemisë. Kjo recetë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve, duke mbrojtur kështu edhe shëndetin e përgjithshëm të zemrës. Hurmat e arabisë së bashku me qumshtin shndrohen në një agent të fuqishëm edhe kundër shqetësimit tuaj të virozave, bakterieve dhe infeksioneve, ndërsa ndihmojnë edhe në forcimin e muskujve, kyçeve dhe nyjeve tuaja gjithashtu. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve tuaja, për shembull, siç është edhe dobësimi I shikimit dhe dëgjimit. Sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Bright Side, konsumi I qumshtit me hurma arabie do të përmirësojë shikimin dhe do të forcojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të syve. Gjithashtu kjo recetë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për sistemin nervor në tërësi. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë në konsumin e kësaj përbërje në dietën tuaj të përgjithshme, duke ditur rëndësinë e veçantë ushqyese që ajo përmban, do të jetë një zgjidhje afatgjatë në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Hurmat e arabisë janë një zgjidhje shumë e mirë për sytë të fortë, sepse ato mbrojnë nga degenerimi dhe përmirësojnë gjithashtu edhe shikimin tuaj në dozat më të mira. Redukton stresin dhe irritimin dhe ju dhuron qetësi shpirtërore edhe mendore. Vlerat fantastike të larta ushqyese të qumshtit me hurma arabie ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin e dhëmbëve tuaj. Përgatitja e kësaj recete me hurma dhe qumësht arabie mund të bëhet vazhdimisht në dietën tuaj. Pastroni me ujë të rrjedhshëm disa hurma arabie, ku mund të përdorni nga 2 deri në 7 hurma. I largoni bërthamat dhe pjesën e tulit e prisni në 2 pjesë. E kaloni në mikser dhe më pas shtoni në të një gotë me qumësht. Kështu do të krijoni një pije vërtet të veçantë. E kaloni sërish në mikser masën e një trajçme. Më pas e hidhni atë në një gotë dhe e pini menjëherë. Mund ta pini çdo ditë herët në mëngjes ose edhe gjatë mbrëmjeve. Kështu do të merrni përfitime unike për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që hurmat arabisë të jenë prezente të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe vlerat ushqyese që ato I kanë me bollëk. Ju mbase nuk e dini faktin se hurmat arabisë, përveç se janë shumë të shijshme, kanë edhe vlera të larta ushqyese, të cilat mund t'i dhurojnë trupit shumë përfitime unike edhe në mbajtjen nën kontroll të njësër shqetësimeve të tij. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat kryesore
dhe arsyet pse duhet i shtoni të pjesës së dietës suaj hurmat e arabisë. Si fillim, ato janë tepër ushqyese për organizmin. Hurmat e arabisë janë shumë ushqyese dhe të pasura mbi të gjitha, edhe me mangan, magnez, fibër, vitaminë B6, kalium dhe bakër, të cilat janë element vital për shëndetin tuaj. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë i bën shumë më mirë trupit kundër problemeve të kapsllëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë si dhe përdoret në trajtimin e hemoroideve. Hurmat e arabisë janë një qetësues efektiv edhe kundër shqetësimit të dhimbjeve. Hurmat e arabisë përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si një përbërës anti-inflamator. Si të tilla, ato janë efektive kundër enjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuara kryesisht nga artriti. Ato janë efektive edhe për të reduktuar inflamacionin arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzana duhet të hanë vazhdimisht hurma arabie. Është vërtetuar se hurmat e arabisë janë shumë të përdorura edhe gjatë shtatzanisë. Ato gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe për femrat që duan të bien nga pesha, si dhe të kenë më të lehtë procesin e lindjes. Kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në testim 70 gra, ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre patën një përmirësim më të mirë edhe në lehtësimet e lindjes. Hurmat e arabisë janë efektive edhe në reduktimin e presionit të lartë të gjakut dhe goditjeve në tru. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur i konsumoni në dietën tuaj hurmat e arabisë, pasi ato përmbajnë nivele të mira të magnezit. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar edhe sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë në parandalimin e rrezikut të goditjeve në tru, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat e arabisë ndihmojnë gjithashtu edhe në funksionet më të mira të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasur me këtë vitaminë që ndihmon në përmirësimin e memorjes, në funksionet njohëse, në përqendrim dhe në fokus. Kështu mund t'japin trupit tuaj shumë përfitime të veçanta, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e vlerave të shëndetit. Hurmat e arabisë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Dhe me kalimin e kohës, përfitimet e tyre në shëndet do t'jenë vërtet të larmishme. Ato forcojnë ëmbëlsinë dhe përmirësojnë punën e saj detoksifikuese, forcojnë muskujt, lehtësojnë stresin nervor, përmirësojnë punën e gjendrës tiroide dhe të enëve të gjakut, zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë sekrecionet. Hurmat freskojnë zorët dhe i mbrojnë ato nga infeksionet, pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë një ushqim edhe për të vegjëlit. Hurmat përmbajnë sheqerna natyrore të cilat thithen dhe triten lehtë, kështu janë të sigurta edhe dobiprurse për stomakun dhe për zorët e të vegjëlve. Gjithashtu lëngu i hurmave i përzierë me qumësht është i dobishëm, me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese edhe për të vegjëlit, ashtu dhe për të rriturit. Dhe përfshirja e tyre është e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Kaliumi që gjendet te hurma do të ulë rrezikun e goditjeve në tru. Por më tepër, nëse përfshihen hurmat vazhdimisht në dietën tuaj, do të ulni edhe nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke i bllokuar dhe duke ulur rrezikun e ndjeshëm në zemër. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë se zemra është e rrezikuar nga bllokimi menjëhershëm që mund të ndodhë në enët e gjakut. Ngrënia e hurmave mund të ulë nivelin e kolesterolit të keq dhe mund të cilësohet një aleat i mirë ushqyes në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.